me temën tonë. Ka lidhje tema jonë, ti jesh i mbështet fort në Zotin, ke edhe karakter përsosur. Ka lidhje vëllezër? Ka lidhje. Se për karakterit përsosur është që ti jesh aty ku duhet trim. Duhet me qenë diku trim. O vëllezër, mos ta kuptojmë karakterin e përsosur poshtrim. Të ish me kokë ullër gjithë jo. Karakteri e përsosur, do të vinë temat, inshallah atara, që do t'jenë trajtim i karakterit përsosur. Pra ne po e nisim nga themeli. Me qenë trim, aty ku duhet me qenë trim ndonjëherë. Me qenë i ashpër, aty ku duhet me qenë i ashpër. S'duhet më friksu, në disa raste duhet me marrë qëndrim. Atë nëse ti me të vërtetë je mbështet Zotit xhallashanuhu, do të jesh i përsosur në këtë lloj karakteri që kërkohet prej teje në disa raste. Pavarësisht se origjina është butësia, qetësia, urtësia etj, por se prej butësisë dhe qetësisë dhe urtësisë është që ndonjëherë tregohesh mbaj qëndrim në raste të caktuara në çështje të caktuara. Atë kush është mbështet Zotit xhallashanuhu mirë, ati, siç thot populli, nuk i bën sy tërt për asgjë, që është mbështet Zotit. Çështjen e tij e ka në dorë Allahu, krijuesi i tij. Po. Mos thoni për hipokritin, dyftyrsin, zotëria ynë, sepse nëse me të vërtet ai do të jetë zotëriu juaj, udhëheqësi juaj, ju me këtë keni hidhëruar Zotit tuaj. Mos thoni për dyftyrsin, për hipokritin, zotëriu ynë, udhëheqësi ynë, më i mirë në mesin tonë. Se nëse do të thoni këtë, keni zemëruar Allahun. Është dërtuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një fisin në Medinë dhe ka thënë kush është, si më thonë udhëheqësi juaj? Ka thënë Sa'd ibn Mu'adh. Tamam, kush ishte Sa'd ibn Mu'adh? Ai që kur mori gjykim, kërkon që futet gjykim. Në mjetyre dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë sa pejgamberi zgjidheni ju, ato mendon thanë me këtë kena pas sa muhabete mirë para Islamit. Kështu që ky do të marrë krahun ton. Tan duam Sa'd ibn Mu'adh. Te thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si doni ju. Ne po kur merret dikush për gjykim dhe arbitrim për një çështje, duhet që të dyja palët të qëndrojnë gjykimit të tij. Vjen Sa'd ibn Mu'adh dhe gjykon me një gjykim që nuk është tema për sot dhe thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të lloj gjykimi, thotë ke gjykuar me gjykimin që ka dash Allahu xhaleshanu mbi arsh. Dhe i ka pyet një fis tjetër, ka thënë, kë keni ju udhëheqës? Kanë thënë, ne kemi udhëheqës, kanë përmend një emër, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo, ai nuk do të jetë udhëheqësi juaj. Dhe ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për udhëheqës tyre një njeri që ishte kulmi i devotshmërisë tek ai fis. Udhëheqësi dhe shembulli do të jetë si do të jetë? Do të jetë herë mirë me Zotin, pastaj të jetë mirë, sa nëse është mirë me Zotin, nëse i ka lidhje mirë me Zotin, edhe me njerëzit do të jetë shumë mirë. Edhe me njerëzit do të jetë shumë mirë. Që nëse dikush ka gjitha kriteret e hipokrizisë, i ka mbledh, thonë që ky është më i miri jon, astaghfirullah me fjalë. I bie që të gjithë tjerët me qenë, nëse më i miri i këtij grupi njerëzish, i bie me qenë ky munafik, ky hipokrit, ky njeri që ka mbledh gjitha cilësitë e këqija, i bie që të tjerë ster fare me fjalë. Për këtë arsye kanë ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sepse çfarë ndodh vëllezër nëse bëhet kjo gjë, i jepet një imazh i gabuar i njerëzve për Islamin. Çfarë thot bota? Nëse ky është shembulli i Islamit. Boga atje mrena thon. Nëse akuzohet filoni se ka vjedh vakët për shembull, kush e di çfarë ndodh me ti kur udhëheqësi mi fjalë, udhëheqësi shpirtëror, për shembull, ha? Kush e di ç'bëhet atje mrena, ke parasysh? Nëse del një imam për shembull, i del nomi për keq në një gazetë ose diçka, gjithë xhamia. Kurse kur ndodh për Prishtin, dy gazeta e përmendën ato Superman Muhamet. Pse sa ishte Prisht, ai ishte atë. Ai kishte pare, ai ka lobe, ai ka punë që punojnë për të me fjalë. Kurse kur ndodh diçka ke musliman, zihen dy musliman. Problemet e tyre në fjalë. Thotë u therën pranë xhamisë, masi kishin dalë për xhumaja, gazeta tjetër, koment tjetër, u përmendë gjyqi se si është bërë gjyqi, si do të shkoj, tjetra i të skemën, tjetra xhamia, ky duke dalë, ai tjetër duke shku mbrapa. Kurse janë, kurse dikush na mi vil ngejimi fjalë.
e mbaroi misionin njani në Shqipëri. Në kështu pra ndodha, kupton? Ose ato vrau veten e pari, vrau veten e dyta, vrau veten e treta, vrau veten e katërta, shkoi çështën në prokuri, u bë çështje shtetërore, ku është? Vazhdojnë dëshmitarët e shejtanit trokasin dyert e muslimanëve. Pse? Se janë çështje të tjera dhe janë muhabete të tjera. Prandaj dhe duhet me pas kujdes. Se nëse ne themi për njërin e keq që ky është shembulli ynë dhe udhëheqësi ynë, vaj me det tonë ato që u boga atje mrena me fjallë, kupton? Ne i qik në bët dizinformacion me fjallë, dizinformim i njerëzve për imazhin e bukur që ka kjo fe, edhe i qik të ndihmojmë ne duke paraqit shembull për ne njerëz me probleme, me fjallë ose problematik. Një shfandikimi ka kjo me besimin, shfandikimi ka kjo me karakterin e përsosur. Nëse musliman paraqesin shembuj të tyre të tillë njerëz, sado që ti mundohesh me ushtire, me u rregulluar, me u duki mirë dhe i përsos, po më thot, unë për shembull, sa raste ka pas të është islami. Ik më thot ai është hajdut. Ej zoti më, ç'ti bëj është hajdut me vjet. Ti bën gjinove të asi. Nga njerëz thosh ndarën tatë me vjet. Ha, nuk e di, ka bova këtë dhe ju ndoshta. Se o vllai islami. Kush më thot, ai që keni, ai është hajdut. Ose thot, ai ka pas pija kin gotën vet. Po një vëllat, çfarë ai ka mund me vet, ka pas pija kin, zoti e fal. Është pendu. Mi thonë, populli nuk i pranon këtë gjone, mi thonë, është pendu ke zotë, thotë, ja, thotë. Ajo ka thonë zonë që s'ka zotë, thotë, tani është bohoqe. Ku bohoqe me? Allahu musta'an. Po. Dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në dinë që në shëtinë e tij me kryqe. Nëse në shëtinë e tij kishte diçka me kryqe, i priste kryqen. Kemi marrë një hadith në më përpara. Çfarë thoshte ai hadithi më përpara? Kush e mban mend shpejt që ka të bëjë me këtë? Ha? Çfarë kemi marrë se hadithin? Ha, kush e mban mend shpejt? Do të më bëj para çdo mësimi provim. Kemi përmend mësimin e kaluar 4 hadithe. Thuhet para, ose pastaj na paksohet në zonë të nga mësimi pse. Më mirë s'po pyesim fahajtin se zot pyesim njëri. Thoshte një hadith, thoshte Ibrahimi ka shkruar në përgjigjet e parë për gjitha. Thoshte një hadith, në mësimin e kaluar thoshte mos të varet dhe mos tundet në gjoksin tënd diçka që është simbol i kujt i krishtërimit. Ti je musliman, ti thua se Zoti është një i vetëm pa shok. Nuk ka fillim dhe nuk ka prej tij pasardhës të lindur, fëmijë, birë etj, atëherë man diçka që është simbol i tretë të tretëve, atë biri shpirti i shenjtë. S'mund ta marrë musliman. Dikush thotë po unë e maj për zbukurim. Po maj vash të tjetër me fjalë për zbukurim. Themi neve aty në gjave muslimane. Ka gjave muslimane që bin viktim. Po pse man më non se po sa është i bukur i lezetshëm. Po pse më nuk ka gjë shejtani në gjë tjetër më të bukur me fjalë se ta vash? Ku shkoi bukuria gjithë ke kryqi me fjalë? S'ka. Ka i shkoi bukuria me fjalë? Subhanallah. Atë le çohim se si pejgamberi e përmendën në shkakun e vëllezër. Pse se kur njeriu e mand diçka gjithmonë çan ndodh, ambientohet në të. Ambientohet dhe i bëhet normale. Sot ambientohet, nesër i bëhet normale, dhe pas nesër kur i thotë dikush hiqje, fiksoj o Zotin se je musliman, mërzitet dhe nxehet. Pse? Se ka kaluar nga ambientimi në normalizim, ka kaluar në dashuri. Ka kaluar në dashuri. Ndërkohë që tek zemra një muslimani nuk ka dashuri për Zotin dhe për tre të tjerë. Zoti thotë pejgamberi sa më shumë xheloz. Allahu është shumë xheloz. Nuk pranon që në zemrën e robit të tij ketë këtë tjetër përveç tij. Nuk pranon Allahu xhelashanu. As profetin alayhis salam, as një profet, as melek, as kënd. Zemra duhet të jetë kulluar dhe e pastër për Allahun. Ne po pasojmë profetin sallallahu alajhi wasallam, e duam profetin sallallahu alajhi wasallam, por se jo adhurim. Jo për kushtim. Jo. Ne ndjekim rrugën që ai ka lënë. Jo adhurim. Themi se Zoti e ka urdhëruar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Mund të ishte edhe dikush tjetër vend Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe ne do ta pasonim atë. Pa nuk është shetëria se është ai në emër dhe ky mbi emër.
Përse